Rritja e buxhetit për projekte prej 2.4 milionësh në gati 5 milion euro, angazhimi i 153 konsulentëve, mangësitë në proceset e rekrutimit të stafit, pozitat me ushtrues detyre në kundërshtim me ligjin, e realizimi i dobët i investimeve kapitale janë disa prej gjetjeve të zyrës kombëtare të auditimit për Ministrinë e Kulturës. Sipas raportit të auditimit për vitin 2024, institucioni më i lartë kulturor përballet me një sër gjetjesh që përbëjnë shqetësim në menaxhimin e financave publike dhe bien në kundërshtim me ligjet në fuqi. Ministria e Kulturës është pajtuar me shumicën e konkluzioneve të auditorëve, përderisa është zotuar se do të punohet plani i veprimit në bazë të gjetjeve dhe rekomandimeve. Sipas zyrës kombëtare të auditimit, Ministria gjatë vitit 2024 ka rritur mbështetjen e thirrjeve për përkrahjen e skenës së pavarur kulturore mbi 100%. Për bazë është marrë vendimi i marsit i vitit 2024 për thirrjen publike për projekt, propozimet në fushën e artit, kulturës dhe trashëgimisë për vitin 2024, sipas të cilit OJQ-t dhe individët do të përkraheshin nga Departamenti i Kulturës me 2 milion euro, përderisa nga Departamenti i Trashëgimisë Kulturore me 400.000 euro, por buxheti ka shkuar në 5 milion euro. Gjatë testimit kemi vërejtur që MKRS-ja në kundërshtim me kufizimet buxhetore të vendosura në vendimin për thirrje publike, kishte tejkaluar buxhetin e planifikuar me rastin e vlerësimit të projekteve, si dhe kishte subvencionuar institucione të tjera të paplanifikuara me buxhet. Ministria nuk është pajtuar me këto gjetje. Ajo është arsyetuar se në konkurs ka pasur projekte kualitative. Rrjedhimisht buxheti i mbështetjes nuk është tejkaluar, por mbi bazën e vlerësimit të komisioneve profesionale të MKRS-s është ndryshuar. Raporti sqaron se Ministria ka ekzekutuar pagesa në kategori ekonomike jo adekuate në vlerë mbi 662.000 eurosh. Një gjetje e auditorit ka treguar se Ministria e Kulturës nuk ka respektuar as përcaktimin ligjor se mbi një vit s'mund të mbahet një pozitë me ushtrues detyre. E sipas një tjetre, janë angazhuar konsulent nëpërmjet procedurave të prokurimit për mbulimin e pozitave të rregullta të punës. Raporti saktëson se Ministria dhe institucionet vartëse kanë angazhuar 153 konsulent me marrëveshje për shërbime të veçanta përmes procedurave të prokurimit. Tejkalimi i kontratës për 200.000 euro është gjetje më vete. Shërbimet e prodhimit të spoteve televizive dhe dokumentareve për nevojat e MKRS-s ban titullin kontrata e lidhur midis Ministrisë dhe një konsorciumi kompanish për periudhën kohore prej 16 tetorit deri më 15 tetor të vitit 2026. Ajo peshon 800.000 euro, por është tejkaluar për 200.000 euro. Pika më e dobët mbeten investimet kapitale dhe njëkohësisht ato sakrifikohen për shpenzimet e tjera gjatë vitit. Prej 58.4 milion eurosh nga buxheti fillestar i investimeve kapitale, Ministria ka shpenzuar 26.1 milion euro.